në përfundim të forumit të sigurisë, ku 3 gjëra u diskutuan dhe u theksuan bashkë me kongresmenët, po njëkohësisht dhe me ekipin nga Ballkani Perëndimor. Siguria ekonomike është siguri kombëtare, procesi i integrimit është siguri kombëtare, infrastruktura kritike është siguri kombëtare. Dhe janë të gjitha elementë të cilët fatkeqësisht Shqipëria është duke bërë hapa pas në vitet e fundit. Janë elementë të cilët kanë lidhje me sigurinë kombëtare, kanë lidhje me NATO dhe kanë lidhje me investimet në sektor të rëndësishëm. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që në këtë moment Shqipëria të ketë mekanizma të fortë për të kontrolluar parat që hyn në ekonomi. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ekonomia të mbështetet me investime perëndimore, por akoma më e rëndësishme është fakti që Shqipëria antare e NATO-s nuk duhet të ketë absolutisht asnjë kompromis për sigurinë kombëtare. Skandalet e fundit të cilët e kanë lidhur sigurinë kombëtare me prekjen e dënave personale, përdorimin e tyre për qëllime kriminale, sigurisht që nuk i bëjnë nder Shqipërisë dhe cënojnë marrëdhënien e partneritetin e gjatë që ne kemi si një vend aleat i NATO-s. Dhe së fundmi, një thirrje nga të gjithë anëtarët e forumit të sigurisë për Kosovën në NATO. Kosova në NATO tashmë është një thirrje e fortë që vjen dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Kongresi.